Policia e Shtetit dhe Inspektoriati i Ndërtimit në një aksion të përbashkët shkatruan gjatë mbrëmjes së dielës një pjesë të konsiderueshme të billboardave përgjatë autostradës Tiranë-Durrës. Pas urdhrit të dhënë nga Ministria e Brendshme, aksioni nisi rreth orës 19 me qëllim shkatrimin të gjithë reklamave të ngritura në kundërshtim me legjislacionin në fuqi. Sipas një analize rezultonte se të gjitha nuk e kishin respektuar largësinë e detyrueshme nga rruga, duke u kthyer në jo pak raste edhe në burim aksidentesh për shkak të humbjes së vëmendjes prej tyre. Aksioni nisur nga Tirana në drejtim të Durrësit pritet të përfundojë të hënën për shkak edhe të numrit të madh të billboarderave të vendosur në këtë autostradë. Më pas aksioni do të vijë në të gjitha rrugët nacionale, aty ku nuk është respektuar ligji për vendosjen e tyre. Ministria e Brendshme ka bërë me dije se për më shumë se një javë i kishte dërguar firmave që i zotronin reklamat të respektonin ligjin dhe të zhvendosin në largësinë e detyruar, por asnjë prej tyre nuk i është përgjigjur thirrjes së Inspektoriatit të Ndërtimit. Për këtë arsye, pasi ka përfunduar edhe afati i lënë, ka vjuar aksioni për shkatrimin e plotë të tyre. Ministria e Brendshme tha se aksioni nuk do të mbetet vetëm tek billboarderat, pasi të jenë pastruar të gjitha rrugët nacionale, nga to do të fillojë prishja e të gjitha ndërtesave të ndërtuara buz rrugës që nuk kanë respektuar legjislacionin përkatës.